Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Youth and Truth. Jemi kaq shumë të kënaqur, kaq shumë të gëzuar që më në fund jemi të gjithë së bashku këtu. Përshëndetje edhe nga mua, është kënaqësi pra që atë siç e tha dhe Matilda, që të jemi së bashku këtu dhe për të nisur këtë podcast. Ne mezi e kemi pritur, edhe besoj që pas shumë atyre lajmeve që kemi hedhur në Instagram edhe pritje suaj, më në fund po e hapim Youth and Truth me episodin e parë. Kështu jemi shumë të emocionuar. Qëndroni me ne. Mos u largoni. Zonë mbytëm. Jo, një këto janë gjëra që ndodhin, kështu që jemi live. Duam t'ju falenderojmë shumë për lutjet tuaja. Ne e dim që shumë njerëz na kanë mbajtur në lutje për këtë podcast edhe vërtet faleminderit Zotit për besnikrinë tuaj në lutje. Përveç lutjes, Matilda, do të thesha që edhe shumë na kanë inkurajuar për të hapur diçka të tillë, domethënë për të hapur një podcast. Është shumë e vërtetë edhe është një bekim nga Zoti që jemi të ulur këtu edhe është privilegj në fakt. Atëherë jemi shumë të privilegjuar që po ndajmë me ju këtë Youth and Truth. Po nuk kemi prezantuar akoma veten, sepse po themi emrat vazhdimisht, disa na njohin, po për të gjithë ata që nuk na njohin, Lino. Okej. Sa po më prezantoi Matilda, kështu që edhe unë prezantova Matilda në të njëjtën kohë, por atëherë le të prezantojmë veten tonë. Matilda, respekt për vajzat, mund ta fillosh. Okej, unë jam Matilda. Shkurt më thrasin edhe Mati, që kështu më trisni si të dëshironi, miq të ngushtë më thrasin Mati, që kështu ju jeni miq, më trisni kështu. Kam shumë vite që shërbej me fëmijët edhe të rinjt edhe kam shumë në zemër të shërbej në këtë shërbes. Që kështu vërtet e vlerësoj shumë që do të jem me ju për të parë tema të ndryshme. Po ti emrin? Okej, mua më quajnë Evelino gjatë, por shumica e miqve më thrasin Lino. Çuditërisht, ndonjëherë kam pasur edhe emra të tjerë që më kanë thirrur, për shembull, një shok, dikush për të parë më ka thirrur nga që nuk ma theshte dot emrin Evelino, po më thriste Nikolin. Dhe kohës së fundit, domethënë tani kam dikë që ndoshta edhe nuk e dinte, por më thëriste Arian. Nese. Nuk ka lidhje fare. Po, të dashur miq, unë jam, thash, Evelino quhem, gjatë emri im, por Lino më thrasin miqt. Por në fakt, nëse ngatrojeni, mund t'i trisni dhe Arian, sepse në kisha, në fakt ishte një histori gallat, në fakt që duam ta tregoj. Faleminderit. Faleminderit, Vasil. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Wow. Është koha të merrni dhe ju çajin apo kafen çfarë kini në shtëpinë tuaj për të na dëgjuar. Kështu që edhe mos harroni, merrni edhe bllokun, sepse do mbajmë edhe shënime. Përveç se nuk do bëjmë vetëm muhabet, edhe do mësojmë disa gjëra. Normale, unë po e le këtu këtë, kështu që shumë e mirë. Kjo kafja është nga kafja jon këtu Le Chateau, duhet vini. Reklama direkt. Mirë. Vazhdojmë ku e lam? Do t'ju thoja atë historinë fani për Lino. Në fakt ishim te kisha të diel edhe kishim një fest edhe ishte pikërisht kjo zonja që i tret Arian. Lino ishte duke drejtuar një lojë me disa persona aty përpara edhe ajo vjen edhe më thotë, më fal, do t'i thuash pak Arianit që më duhet të lëviz edhe duhet iki dhe unë isha si kush Arian, ai që po luan apo ai që po flet? Edhe më tha, po ai që po flet. Që kështu ishim duke folur me zonjën edhe vetëm kur vjen Lino edhe tha s'ka problem se jam unë Ariani. Shu thjesht sa për të qeshur pak. Por nuk do të harrojmë emrin e podcastit tonë edhe duhet ta mësojmë mirë, Youth and Truth, edhe duhet të themi dhe si lindi tani. Po, atëre kush më mirë do na e shpjegoj përveç Matildës, sepse për të qenë të sinqertë të vërtet ishte ideja e Matildës si fillim për të hapur një podcast. Kështu që Matilda mund të na i thuash ti si lindi dhe si erdhi ideja, edhe pastaj unë do të them nga ana time. Po, tani në fakt duam që ky podcast jeti të gjithëve,
por në fillim, vërtet Lino ka qenë një gjë që më ka munduar për një farë kohe, sepse... Të ka munduar, po për çfarë? Më ka munduar, po. Për çfarë? Ne në fakt bëjmë kampe me fëmijët e të rinjt. Okej. Aty ku unë punoj. Që kështu, kur fëmijët dhe të rinjt, para të rinjt, vinin në kamp, ne kalonim një javë vërtet të mrekullueshme, edhe shumë prej fëmijëve donin, edhe ishin shumë të interesuar dhe të jetur për të njohur Krishtin. Por pas kësaj jave, marrëdhëniet tona shkëputeshin sepse kështu duheshe, kështu ishte më saktë. Aq është kampi, Po, një javë. është një javë. Që kështu më mbrapa nuk kishim mundësi të ndiqnim dot, sepse janë edhe në qytete të ndryshme, edhe janë edhe në zona të ndryshme dhe distanca bënte të veten. Dhe duke i bërë pyetje vetes, si mundemi që edhe pse nuk jemi fizikisht, të kemi mundësi të arrijmë, edhe të kemi mundësi që të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Që kështu menduam që pse jo të vim nëpërmjet një podcasti. Është shumë e bukur, është shumë e bukur. Ti e di që të rinjtë me sa po shoh tani mezi presin të dëgjojnë podcaste të ndryshme me tema të ndryshme dhe janë podcaste tani është bërë si të themi virale ose është diçka e famshme për të dëgjuar. Kështu që më pas Lino i kemi prezantuar pastorit të kishës, edhe ai ishte shumë entuziast për këtë nismë dhe në fakt ka thënë le ta fillojmë sa më shpejt. Që kështu kemi marrë një kohë për të lutur, për të përgatitur dhe ja ku jemi. Ndoshta në episodet në vazhdim do shohim edhe pastorin, sepse është ai që na drejton, pavarësisht që nuk duket këtu. Pse jo. Do prezantojmë edhe stafin tjetër që na ndihmon edhe na mbështet ne shumë si me të gjitha gjërat që shikoni këtu, mikrofona, videon edhe çdo gjë që të vim sa më afër jush. Që kështu vërtet është një bashkëpunim i disa personave për të sjellë këtë podcast. Po, atëre të them nga perspektiva time, nga këndvështrimi im. Po. Në fakt, mua, Matilda, mua mu dha kjo gjë. Nuk është se ma morën mendimin, le të themi. E detyruam që të ishte në podcast. Fjala e dur, Lino ti do jesh. Fjala e dur ishte kjo. Sepse, miq, unë do isha nga mbrapa kamerës. Nuk do isha këte përpara, sepse do të isha bashkë me një mikun tim, me shokun ton, me bashkëshortin tënë mbrapa, që do të merresha me disa gjëra të tjera. Dhe pastaj, ja ku jam këte përpara, sepse ashtu erdhën dhe ndryshuan disa punë, por të them të drejtën, më pëlqen vërtet, Matilda, që jam bashkë me ty këtu për të qenë afër, le të themi, ndoshta edhe unë mund t'ju quaj miqve tan, sepse edhe do të vi koha që do të bëhemi miq. Kështu që për të qenë afër jush, unë vërtet jam i gëzuar edhe ndjem i privilegjuar për të qenë përballë miqve tan, le të themi, por edhe me ty. Në fakt ne jemi miq prej shumë vitesh, ndoshta mbi 10 vite tani, që kështu prandaj është kaq shumë e lehtë dhe është kaq shumë e veçantë, edhe prandaj duam edhe që të jemi miq me ju, siç ashtu ti e the, Lino. Duam që të jemi jo vetëm miq, por edhe si një familje që ndajmë nga zemra e Atit për të gjithë të rinjtë e Shqipërisë. Edhe në fakt nuk duam që ky podcast të jetë vetëm për një pjesë të rinjve. Këtë mund ta dëgjojnë edhe prindrit, këtë mund ta dëgjojnë edhe ata që ndjen të rinj. Normal, ne nuk po vendosim. Ne vërtet themi që është për të rinj, podcast për të rinj, por ne nuk po vendosim një lloj moshe që është je 40 apo 50, jo, nuk bën për ty. Nuk bën. Që kështu mund ta dëgjojnë edhe ata që kanë dëshirë të mësojnë më shumë për të rinjt, edhe për fëmijët e tyre, pse jo? Pse jo? Sot, Matilda, kemi zgjedhur një temë shumë të rëndësishme. Besoj që është një temë e rëndësishme për të gjithë ne, sepse na përfshin të gjithëve, edhe ashtu si e keni parë edhe në Instagram që kemi bërë postimet, sot ne do të flasim për identitetin. Identitetin ton. Është shumë e bukur që e nisim me këtë temë, sepse është themeli, ne duhet të dimë kush jemi, edhe mbi të gjitha duhet të dimë kush jemi në Krishtin. Kjo është më e rëndësishmja, kush ne jemi në Zotin. Por, ndoshta do ta lëm për pak më vonë këtë, Lino. Unë do thoja që në podcastin ton do kemi kohë që do qeshim,
do kemi kohë gallate dhe histori të ndryshme, shumë edhe diskutime. Shpresoj mos qajmë. Ndoshta edhe po mund të prekemi, se unë jam person që prekem shumë. Por do kemi edhe një kohë teori. Sepse duam që të sjellim edhe pak përkufizime, Lino, sa më afër nesh për të kuptuar pak më shumë, pastaj edhe ta vendosim edhe në dritën e Biblës këtë gjë që ne do mësojmë. Që kështu mos u mërzisni, do lexoj një përkufizim se çfarë është identiteti, besoj që një pjesë e madhe të gjithëve ne e dim, por le ta sillim në një mënyrë teorike si e kanë shpjeguar disa studiues këtë pjesë, si e kanë sjellë disa studiues. Identiteti te adoleshentët është periudha kur ata fillojnë të krijojnë dhe zhvillojnë një kuptim të thellë për vetveten. Gjatë kësaj faze, ata do të eksplorojnë dhe përcaktojnë vlera, besime, qëllime dhe rolin e tyre në shoqëri. Dhe normalisht ky proces, ne e dim të gjithë, ndihmohet nga ndryshimet fizike, emocionale dhe sociale që ndodhin gjatë kësaj periudhe. Dhe gjithashtu është e lidhur edhe ngushtë me kërkesën për autonomi, si dhe dëshirën për të lidhur gjithashtu me të tjerët, pjesë e një grupi, pjesë e një shoqërie të caktuar. Nga ana tjetër, një adoleshent është periudha kur ti je në fund të quajturit një fëmijë, edhe duke shkuar për një i rritur. Kjo fazë përfshin ndryshime të mëdha dhe në këtë fazë merren vendime të mëdha dhe ne duam që së bashku të sigurohemi që po merren vendime të duhura. Prandaj edhe është episodi i parë që e sjellim tek ju. Identiteti tek adoleshentët do krijohet ose impaktohet nga shumë faktorë, siç e dim, shoqëri, familje, vlera kulturore, vetë fiziku që ndryshon e të tjera. Kjo ishte përkufizimi teorik i identitetit. Interesante atë çfarë lexove, edhe besoj që edhe shumë të rinj e kanë lexuar, sepse është diçka material që i njohur dhe i marr nga interneti, por le të flasim, domethënë si kanë ose le të themi si ka qenë për ty, ose kush ka qenë për ty, Matilda, diçka ndihmës për të ndihmuar, për të kuptuar identitetin tënd, edhe pastaj do unë do të them diçka kush kanë qenë disa gjëra që më kanë ndihmuar për të krijuar edhe për të kuptuar më mirë rreth identitetit tim. Në fakt, Lino, identiteti ne e dim që është një proces i vazhdueshëm, sidomos gjatë periudhës së adoleshencës, ku ti merr vlera të ndryshme dhe varet nga cilat faktorë dhe çfarë përqafon gjatë kësaj kohe. Për shembull, unë do thoja që nëse ti si person vlerëson besnikërinë apo e kultivon atë tek vetja. Nëse ti ke ndryshime në trupin tënd, për shembull kur ti je në adoleshencë, trupi do të ketë ndryshime, a e përqafon këtë ndryshim, apo thua pse s'kam trupin e këtij apo të asaj, apo fytyrën, nëse të krijohet për shembull fytyra me akne, le të marrim gjën më të natyrshme që ndodhe dhe që ndoshta nuk na pëlqen. Është shumë e vërtetë ajo çfarë po thua, Matilda, se unë e shikoj, e verë domethënë në të rinjt ose në para të rinjt e sotëm dhe janë si pse mos ke mund të duken si ai djali, për shembull një djalë do të thotë që pse mos dukem mund si ai djalë, pse mos je mund si ose një vajzë mund thotë pse mos je mund si ajo vajza. Po. Edhe duke për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, Lino, në fakt unë nuk është që e kam pasur shumë të lehtë në kohën e adoleshencës për të krijuar identitetin tim. E kisha të vështirë pse bëja pyetje vetes pse Zoti më ka krijuar kështu si unë jam, ose pse Zoti më ka bërë me këtë ngjyrë lëkure, apo pse Zoti më ka dhënë këtë fytyrë, sepse shifja shoqet e mia edhe ndoshta për një pjesë të vajzave indikon shumë kjo pjesë, nëse shohin një vajzë që mund të jetë me tipare të ndryshe nga tiparet e mia në këtë rast, do të bësh her pas here krahasime dhe akoma nuk e kisha kuptuar pse jam krijuar në këtë mënyrë. Derisa më kanë ndihmuar shumë faktorë të tjerë, siç ishin kisha, siç ishin personat që më kanë mbështetur shumë në atë periudhë, edhe normalisht e vërteta e Biblës, që vetë Perëndia më ka folur me vargje, me shkrimin e vetë, që unë të pranoja, ta doja veten time ashtu siç isha, dhe të më ndihmonte që të merrja disa vlera në atë kohë, vlera shumë
të rëndësishme dhe shumë themelore për jetën time. Si ka qenë për ty? Për mua, mund të them që kam qenë ndryshe nga ajo çfarë the ti. Unë nuk kam qenë ndonjëherë asnjëherë, le të themi, i gjykuar apo i paragjykuar, kur unë kam qenë, le të themi, në 8 vjeçare, sepse në kohën time, në moshën time, domethënë për brezin që unë jam, ka qenë 8 vjeçare në atë kohë, nuk jam ndjerë asnjëherë i paragjykuar apo gjykuar për shkak të ngjyrës së lëkurës që unë jam, sepse gjithmonë kam qenë i pranuar nga shoqëria. Edhe kjo më ka bërë, domethënë, të ndjem rehat, edhe madje edhe kur jam rritur, përsëri edhe kur kam qenë në gjimnas apo dhe në shoqërinë e kishës, për mua ka qenë, domethënë, nuk e kam menduar ndonjëherë që o Zot, pse më ke krijuar me këtë lloj ngjyre. Më kupton? Asnjëherë, domethënë, për mua ka qenë diçka e kam pranuar veten, të them, kam pranuar që ky jam i krijuar, domethënë, nga Zoti, kështu që jam okay me këtë që jam në rregull me këtë që jam. Edhe sa mirë që kemi, më fal Lino, që kemi këto dy përjetime të ndryshme, sepse kemi mundësish edhe të rinjtë tanë që janë duke na ndjekur, mund të kenë përjetuar ndoshta disa vajza përjetimet që unë kam përjetuar, disa të tjerë ato që ti ke përjetuar, ose disa të rinj të tjerë përjetime që ndoshta mund t'i ndani me ne, mund të na shkruani. Po, mund të na shkruani. Por shumë e bukur që kemi mundësinë që të dim këtë gjë. Diçka tjetër, mund të them që çfarë më ka ndihmuar për pjesën e identitetit, më ka ndihmuar familja nga të parë, për të kuptuar, domethënë, identitetin tim, dhe e dyta ka qenë kisha ku unë shkoja, dhe treta është edhe një pjesë e madhe e shoqërisë që unë kam. Kështu që për mua këto kanë qenë 3 gjërat kryesore që më kanë ndihmuar mua për të kuptuar identitetin tim edhe kush unë jam, edhe për të pranuar, domethënë, për të pranuar identitetin tim, por edhe për të pranuar si unë jam në ata. Faleminderit që e solle Lino, sepse tani tamam kemi kaluar shumë kështu smooth në atë që unë vërtet e pëlqej dhe e kam dëshirë dhe është gjëja më e rëndësishme e podcastit. Po, kalojmë në anën tjetër, Le ta shohim në të vërtetën e Biblës tani. Si jemi të krijuar në Krishtin edhe çfarë thot Bibla për identitetin. Pak më përpara tham që është e rëndësishme të kuptojmë se kush ne jemi në Krishtin, pra identiteti ynë në Krishtin. Dhe mati unë pa humbur kohë për ty, por edhe për jo për ty. Edhe për mua, për të gjithë. Për ata që po na ndjekin, por edhe për ty. Do të doja që të lexoja nga Bibla disa vargje dhe vargu i parë është tek Zanafilla, është 1:27. Është libri i parë, për ata që nuk që janë për herë të parë. Po, Zanafilla pra 1:27 dhe le të shohim se çfarë na thuhet. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës së vet. Sipas shëmbëltyrës së Perëndisë e krijoi. Ai i krijoi mashkull e femër. Po thonim që ne jemi krijuar në mënyrë perfekte nga Perëndia pa mëkat. Dhe ata çfarë unë do të thoja është që ne duhet t'japim llogari vetëm Perëndisë, vetëm krijuesit ton pra. Atëherë, mati po thonim që ne si të krishterë duhet të kuptojmë kush është identiteti ynë në Krishtin. Dhe unë do të lexoja disa vargje që kemi për ju sot. Vargu i parë është nga, më falni sa të marr pak Biblën, është tek Zanafilla 1:27. Dhe le të lexojmë pra se çfarë na thot. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës së vet. Sipas shëmbëltyrës së Perëndisë e krijoi. Ai i krijoi mashkull e femër. Mati, ne jemi krijuar në mënyrë të përsosur dhe pa mëkat nga Perëndia. Pra, ne jemi një qenie e përsosur, pra, jemi krijuar një qenie e përsosur në atë kohë nga Perëndia. Dhe Perëndia ka krijuar çdo gjë që syri jon sheh dhe ajo është e përsosur. Çdo gjë i përket Perëndisë. Dhe ne, për shkak se i përket çdo gjë Perëndisë, ne duhet t'japim llogari pra Perëndisë. Shumë e vërtet. Në fakt, Lino, këtë gjë doja t'ja thoja vetes time kur kam qenë adoleshente, që
je krijuar në imazhin e Perëndisë dhe tek ty nuk ka asnjë gabim kur je krijuar. Prandaj të duam veten ashtu si Zoti na ka krijuar dhe është shumë e rëndësishme. Jemi krijuar pra në mënyrë perfekte nga Perëndia. Vargu i dytë, Mati që do të lexojmë është nga Romakët 3:23. Unë e kam bërë edhe gati pak më përpara, i kam vendosur kështu këtë gjën. Dhe le të lexojmë pra Romakët 3:23. Dhe na thuhet: sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdin e Perëndisë. Vargu flet shumë qartë, Matilda, sepse të gjithë mëkatuam. Po. Pra, ne jemi qenie mëkatare, por le të kthehemi kohën më pas pra, kur mëkati hyri në botë, ne nuk mund të jetonim bashkë me Perëndin sërish, nuk mund të ishim afër Perëndisë dhe kjo ishte jo sepse Perëndia nuk na deshte ne, por Perëndia urrente mëkatin pra. Shikonte mëkatin në ne dhe ne dim që Perëndia është i shenjtë dhe nuk mund të qëndrojë bashkë me mëkatin. Kështu që besoj që le të themi që identiteti ynë u ndikua pikërisht nga mëkati. Po, normalisht që u ndikua dhe ne jemi qenie mëkatare dhe kjo është për shkak të mëkatit. Identiteti ynë pra nga ishim në mënyrë perfekte që ishim krijuar nga Perëndia, tani ne jemi një qenie mëkatare. Dhe prandaj përballemi me sfida dhe me vendime dhe jemi të ndikuar edhe nga gjëra që mëkati i sjell në jetën. Normale. Dhe vargu i tretë, Mati, është tek Romakët 6:23, edhe besoj që është një varg që është shumë nga të rinjt apo dhe njerëz më të mëdhenj e din përmendesh. Mirë, megjithatë unë po lexoj, nuk po e them përmendesh. Romakët pra 6:23 dhe na thuhet: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Pra, Mati, sërish Bibla flet është shumë e qartë në atë çfarë fjala e Perëndisë na thotë që paga e mëkatit është vdekja. Që do të thotë, ne si mëkatar ne meritojmë vdekjen. Por dhurata e Perëndisë pra është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Edhe kjo është ajo çfarë Perëndia ka ndryshuar edhe na ka dhënë ne një identitet të ri në Krishtin. Në rast se ne i besojmë pra, pendohemi për mëkatet tona dhe i besojmë Krishtit për shpëtimin ton, Perëndia ne nuk na quan mëkatar, por ne jemi të shenjtë përpara Perëndisë dhe kjo është jo për meritën tonë, ose për veprat e mira që ne bëjmë apo se unë e meritoj. Jo, është për shkak të Jezus Krishtit. Ne nuk mund të shpëtojmë dot veten tonë, por është vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit. Edhe këtu identiteti ynë ndryshon. Kush ne jemi pra në Krishtin, ne tani jemi miqtë e Perëndisë, ne tani mund të quhemi bijtë të Perëndisë. Edhe prej kujt? Jemi një krijesë e re. Po, jemi një krijesë e re në Perëndia pra, por përsëri duhet tekstuar prej kujt vjen kjo gjë. Vjen vetëm nëpërmjet Krishtit. Edhe aty mund ta fitojmë identitetin ton. Aty mund ta krijojmë identitetin edhe në qoftë se kemi nga faktor, nga shoqëria, kemi krijuar një identitet që ndoshta nuk është i duri, duhet ta theksojmë këtë gjë. Në momentin që Krishti na bën të tijin, atëherë ne kemi një identitet të ri. Edhe ne mundemi të fitojmë këtë identitet të ri edhe të vendosim vlera të vërteta që na ndihmojnë në jetën tonë. Por, faleminderit Lino, në fakt që ndave këto vargje, është shumë e rëndësishme që në çdo moment të kthehemi çfarë shkrimi thotë, edhe vërtet të zbulojmë atë që vërtet Perëndia na thotë edhe na flet. Çdo gjë e gjejmë këtu, çdo gjë. Çdo përgjigje është këtu. Por çfarë mund të bëjmë për të pranuar identitetin në Krishtin dhe si mund ta zhvillojmë atë? Ndoshta le të përmendim disa pika nga vargjet që ne përmendëm, edhe nga vargjet të tjera që përmenden në Bibël, se nuk janë vetëm këto. Po, kemi edhe histori të tjera.
për njerëz. Shumë të rëndësishme këto vargje, Lino, për identitetin tonë, edhe ka edhe shumë vargje të tjera në Bibël për identitetin, edhe duhet të shkojmë tek Bibla. Jo vetëm vargje, Mati, po do të thoya që kemi histori të rinj, le të themi, disa të rinj, dhe është shumë e qartë, pra që ne shohim se kush ata, po duhet i përmendim normale, por dhe kush ata ishin. Ata e dinin që kishin identitetin e tyre përpara Perëndis, ata e dinin kush ishin përpara Perëndis. Edhe qëndronin fort në atë. Ishin shumë të fortë në atë çfarë besonin. Po. Mund të na përmendësh disa? Ne kemi Danielin. Po. Edhe ne dim, pothuajse edhe për ata që nuk e din, është një histori shumë e bukur e Danielit, por përveç Danielit kemi dhe 3 shokët e tij gjithashtu. Sepse atë çfarë e bën shumë të bukur në historinë e tyre është ata ishin të rinj dhe u morën sklever nga vendi i tyre ku ishin dhe u morën sklever në vendin nga mbretëria që i mori, nga mbreti që i mori në Babiloni. Dhe ata dolën kundra, ata nuk ju bindën mbretit, Matilda, ose një rregulli që mbreti theshte, ata dolën kundra, nuk ju bindën sepse nuk donin që të ishin kundra Perëndis. Ata e dinin se kush ata ishin në Perëndin. Ata i besonin Perëndis së tyre. Perëndis së vërtet, pra. Ata i besonin dhe dolën, nuk ju bindën, pra le të themi që nuk ju bindën, dolën kundra mbretit. Dhe e bën këtë gjë të hapur. Madje një gjë të bukur që në këtë histori e bën akoma më të bukur, Matilda, ishte sepse vetëm këta të 4 qëndruan dhe i besuan Perëndis. Kurse të tjerët, të rinjtë e tjerë, nuk i besuan. Unë besoj që ata kanë qenë një presion shumë të madh të shoqërisë, të vendit aty, dhe të vendoseshe një rregull nga mbreti dhe të mos zbatoheshe, mund të merreshe jeta. Jo vetëm kaq, por ti je skllav aty dhe normalisht ti duhet të bindesh mbretit dhe do të bësh atë çfarë mbreti thotë. Por vërtet edhe unë mahnitem me qëndrueshmërinë fortë që Danieli edhe shokët e vet kishin. Shadrak, Meshak, Abednego. Për t'ju bindur Perëndis, edhe për të qëndruar fort në besimin e tyre, në vlerat që ata kishin në Krishtin. Në fakt është një histori vërtet shumë e bukur, unë e mbaj, më falni, e mbaj shumë fort, e kam edhe këtu, sepse ishte kaq shumë e fort sa ata thanë që edhe në qoftë të se Perëndia ne nuk na shpëton, ne sërish nuk do të bindemi ty. Nuk do të adhurojmë ty, por adhurojmë vetëm Zotin. Pra, aq shumë i fort ishte identiteti tyre i themeluar në Krishtin sa asnjë gjë nuk mund t'i ndante nga Perëndia. Dhe është vërtet shumë e rëndësishme që ne të qëndrojmë të fort në Krishtin, edhe kur sfidat na vijnë, edhe kur kemi presion nga shoqëria, edhe kur na jepen antivlera për t'i zbatuar me zor, ne duhet të qëndrojmë në vlerat e Krishtit. Atë çfarë do thoja rreth kësaj historie është që kjo histori është e vlefshme edhe sot e kësaj dite. Është një lloj mësimi edhe sot e kësaj dite. Dhe jo vetëm për ne, më kupton, por unë do thoya që më tepër do thoya edhe për të rinjt. Më kupton, është një lloj shembulli që të rinjt mund të shohin edhe ti mësojnë nga parimet edhe vlerat e tyre, po dhe nga identiteti tyre kush ata ishin në Perëndia. Në fakt, duke parë të gjithë vargjet biblike edhe historitë që ne sollëm, ndoshta do të përmbledhim në disa pika kryesore se si mundemi ne që të zhvillojmë, ta pranojmë këtë identitet në Krishtin edhe ta zhvillojmë normalisht atë. Ndoshta një pikë është të pranojmë identitetin në Krishtin, Lino, sepse ne e dim që shoqëria mund të na bëj shumë presion, shumë rrethana të tjera dhe faktorë të ndryshëm mund të na detyrojnë në të marrim rrugë dhe vendime të tjera. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që identitetin tonë nuk e përcaktojnë rrethanat, por atë që Krishti ka bërë për ne dhe si ai na sheh ne. Një pikë tjetër e rëndësishme, Matilda, është që qëndrimi ose jetesa
bashkë me komunitetin e të krishterë. Është shumë e rëndësishme. Për mua, domethënë si Lino, besoj që edhe për ty apo për edhe të krishterë të tjerë është qëndrimi bashkë si një komuniteti i krishterë apo jetesa, domethënë apo ndarja e vlerave që ne kemi, edhe e besimit që ne kemi. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme kur ti krijon identitetin edhe je në kohën e adoleshencës, të mbështetesh edhe të suportohesh nga persona që janë në Krishtin, në mënyrë që të ndihmojnë, të inkurajojnë, të korrigjojnë, këshillojnë për vendimet që do marrësh në jetë. Edhe është shumë mund të jetë një mentor, mund të jetë komuniteti krishter, një grupim i krishter, shoqëri e krishter, që kështu është shumë e rëndësishme. Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe të jetojmë vlerat e Biblës. Pra, ne thamë që mund të angazhohemi në studimin e fjalës, por nëse nuk i jetojmë ato vlera, pastaj nuk ka asnjë kuptim. Që kështu duhet që ato që Krishti na tregon në shkrime, në fjalën e Tij, duhet t'i përvetsojmë, duhet t'i jetojmë. Të gjitha vlerat që Krishti na ka lënë, edhe ku ka shembull më të mirë se vetë ai. Çfarë ai ka bërë në tokë, na ka lënë një shembull perfekt se si ne mund të ecim në hapat e tij. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë, Matilda. Ju keni parë shumë edhe disa nga, në fakt keni parë edhe disa nga vlerat tona që kemi hedhur në faqen tonë, që janë vlera që ne i vlerësojmë shumë në Youth and Truth, edhe janë vlera që vijnë drejt për drejt nga fjala e Perëndisë, të jetojmë në besim, të jetojmë me integritet, ta jetojmë besimin, që kështu të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Dhe shpresoj shumë që të gjitha këto vlera që janë në Krishtin do të na rikujtojnë sidomos në kohë të vështira. Kemi ardhur në fund të këtij episodi, Lino. Dhe podcastit të parë. Episodit të parë, ja arritëm. E mbyllëm me sukses. Shpresoj, kështu themi ne. Se dim si do të jetë reagimi juaj. Presim komente pozitive. Jemi shumë të kënaqur që kemi mbaruar këtë temë të parë dhe do të shihemi në episodet e radhës. Në episodet e radhës dhe me tema të tjera. Ndërkohë lutuni, vazhdoni lutuni për ne dhe na shkruani, sepse duam që të dëgjojmë më shumë nga ju. Pse jo. Faleminderit koleg. Faleminderit kolege. Atëherë kaq kishim për sot, do të shihemi në episodin e radhës të Youth and Truth. Përqafime për ju të gjithë. Ky është episodi ynë i parë i Youth and Truth. Natën e mirë dhe mirupafshim.